Tani do I bëjmë prank Danit, plak do e ndjekim me dron, daljer? Besoj se gjithë e njihni Temun, një nga aplikacionet më të famshme në botë me ble gjona, sidomos në Shqipëri herë. Përveç me, unë se di se çfarë është atë. Në këtë moment unë vajta të lexoja disa gjëra për Temun. Temu është vendi ku mund blini çdo gjë. Nuk e di pse po I lexoj këto fakte te libri I fizikës, po që nëse mirë atë po nëse përdorni kodin tim ju fitoni deri në 100 pound ulje. E kam seriozisht, nuk është su. Po vllai na lodher burr. Ike burranaj, na çmend. Imagjino, për këtë videon e sotme un kam blet 300 euro produkte dhe do e testojmë secilën. Kam seriozisht, do e testojmë nga produkti 1 euro te 150 euro deri te produkti 500 euro, se bëj shaka se 300 euro kena pleo plak. Si është të qesh, okay. Pra brenda kësaj videos do më shihni mua duke gatuar, do më shihni mua duke komanduar dronin, edhe nuk e di si dreshin do e komandoj dronin sepse nuk e kam bërë më përpara. Gjasat që të përplas në Europë me të, gjasat që të shpërthej dronin të biri me naj kanal, gjasat që t'i biri kameramanit në kokë janë super të larta. Edhe gjithashtu do të testoj një tabletë, kështu që brenda kësaj videos ju do merrni vesh se cilat produkte ja vlejnë për shtëpinë tuaj dhe gjithashtu pse jo mos më ja boll dhurat ndaj shoku, ndaj shoqe, ndaj të dashurë, keni parasysh ndaj të dashurin ose ndaj. Mirë atë, po dhe unë ju kam bërë një dhuratë, plak keni këtë kuponin këtu me 100 euro ke Temu. Dhuratë, egzofshin. Pra mund bleni 100 euro ke Temu falas. Nga unë. Pra, është e thjesht fare. Shkoni te aplikacioni Temus dhe te searchi ose aty ku kërkoni për produktet, shkruani kodin tim dhe në këtë mënyrë ju merrni 100 euro ose 100.000 lekë zbritje te blerjet tuaja. Pa humbur kohë, po ju thot Lali, shihni këtë video deri në fund. Merrni ndaj gjë të mirë me hongër, ndaj hamburger, ndaj sufllaq, ose nëse jeni të shëndetshëm ndaj pilaf me pul, ndaj patati. Jo, prit se kjo s'është shëndetshëm. Shihni këtë video deri në fund sepse ka super shumë gallata, do shihni gjithë ato produkte dhe do thoni se çfarë do kjo labubuja këto. Se shpejti vi video me labubun. I keni parasysh ato videot jo po labubuja është satanike, jo po djalli, jo po demonike, se shpejti vjen një video horror. Do nxjerrim djallin prej kësaj gjës. Nëse doni atë video, komentoni poshtë. Gjithashtu bëj like ta çojmë këtë video 10.000 like sa më shpejt po ashtu dhe subscribe sepse 2 sekonda punë është. Mos spërtoni, bëj like dhe subscribe. Ju thash që do gatuaj sot, kështu që kena marrë këtë peshorën nga Temu. Ne duhet ta testojmë, a është e saktë plak. Ç'është është bolla, duhet me heq kët. Për ta testuar mora një nga këto pllakat e girës që stërvitem dhe siç e shihni vet, është e saktë. Do pyesni veten se ç'a do gatuaj sot. Do gatuaj ushqimin tim preferum, spaghetti bolognese. Okej, pyeta ChatGPT-n dhe më tha që duan 200 gram qep, 300 gram misht, se besha ka shpurti kondicioneri. Okej, kena gri qepët e vendosim këtu, normalisht ja kena heq peshën e kësaj. Jena fix 200 gram qep, diçka e tillë, edhe tani do marrim mishin e grirë. Kena marrë dhe mishin e grirë, prit ta peshojmë. I kena ra gati fix, domethënë duhet edhe I çik. Po që do gatojmë makaronat, sa të bëjnë makaronat do bëjmë pjesën tjetër të videos, rrini deri në fund, edhe prisni pjesën me dronin, edhe nuk e di se ka shumë gallata, plak ka ndodhur shumë gjona. Okej, këtu kam marrë këto 2 gjonat që janë fix për pistë. Jo si hera kalume që mora takis, domethënë. Imagjino do vi dhe I herë tjetër kur do mbjetoj 24 orë me fast food edhe një nga klipet do jetë përsëri këtu. Qa kemi këtu? Këtu kemi një smartwatch, ndërsa këtu kemi kufje HP. Janë origjinale besoj nga HP edhe imagjino I kam gjithë këtë Temu. Nuk e di kë produkt hap të parën, po besoj do hap këtë smartwatchin, a thu do jetë në gjë super plak prit si dreshin hapa. Qa ora jo, plak, që besi e ka në gjimë, sa të lezeshme e ka uqen nga dhe e zez, imagino sa një mëri me lukun e me gjitha. Barrajet e zemrës I matë, gjitha oksigjenin. Mere, për mendimin mere, burse 2.000 euro ja vlenë për diçmëri e ka super. Për mendimin tim kjo ora ishte tepër praktike dhe me super shumë funksione. Të maste hapat, rrajet e zemrës dhe gjithashtu cilësinë e gjumit. Me siguri do ju duhet nëse jeni sportista ose merreni me aktivitete tjera fizike. Gjithashtu duket bukur në dorë çdo gjë, po shkon super fare deri në momentin që shef dikë që po ju ndjek. Kur e pash për të parë këtë kutinë thash më kanë qenë nai pica, nai sufllaqe. Nëse më ka marrë uria plak vdiqja. Okej, ky është neon në formë astronauti dhe do e vendos direkt në dhomën time, do duket super besoj. Gjithashtu a thu nuk ke bo like dhe subscribe akoma plak. Labubuja po të vëzhgon. Ja si duket ky neoni tepër cool apo jo. Gjithashtu kena marrë dhe këtë orën, alarm, I ka të gjitha, kjo I tregon dhe ditët e javës dhe datat dhe kalendarin. Okej, kena ardhur te momenti më I bukur I videos plak, kena marrë dronin. Prita hapi mirë çka ka brenda, domethënë normalisht ka dron. E kena nxjerrë rrova. O lale, këtu është droni. Okej, do marr një gjë me vesh se është ftohtë. Tani jena gati, le të shkojmë direkt te liçeni.
O lale, okej, kena ardhur te liçeni, kena marrë këtë dronin, po që nuk që nga ftohtë plak, do heqim. Si nga ftohtë. Normalisht do shohim dhe kualitetin edhe si ecë edhe si janë. Nuk e di se si do i bëjon këto sepse nuk i kam dhënë ndonjëherë dronit, shpresoj mos të vdes me dron, mos na bin kokë, mos të shpërthej liçeni se bëjmë shaka. Këtu kemi dronin, këtu kemi levën, kontrollerin, edhe do e provojmë për i qik domethënë. Dal. Po dano nizo herë. Po se mos kput gishtat ato plaka, ma garancia temu për këto. Me të kput gishtat se i dhive rrocë. Ja shife, çoj gishtat, do si dritet. Është nes tani. Okej. Si Prito, Pse ula aty më? prit se kam frikë. Ke frikë? Prit. Po shoh veten. Prit. Shifeni. Prit kaloja i burri se me kërcasim me dron kokë, okej. Gati, gati Dano. Gati. Kam frikë o plak. Po prit. Po! Kam frikë o. Po e kontroll. Rikja pasa vështirë të rinj. O lale, qa përno? As kishe marrë dron të jotan? Tani do i bëjmë i prank Danit, plak do e ndjekim me dron, daljer? Nga trova, da. Që të bo, plak. Nga ky prank i vogël, po me pasoja shumë të mëdha, Danieli gati sa nuk dhi brekët. I ku ja futi vrapit pasaj për të gjetur një banjo. Nuk ja kam iden fare, por në këtë moment droni u çmend plak. Mori kontrollin vet, u pushtua, nuk e di ç'a të them, po që shifeni vet. Okej, ka ardhur koha për me hap tabletin e shumë pritur plak, prita shohim mirë. Imagjino këtë tabletin e kena marrë 50 e sa euro, po nëse e blini me linkun tim, atëherë e merrni me ulje diçka e tillë. Prit. Okej, lezetshëm. Lale, ky është tableti që nga goxha i rëndolla. Okej, pas kemi dhe fishën e karikusit, normalisht siç janë gjithë smartphone-at e tjerë dhe tabletat e tjerë Type-C. Edhe këtu kena i manual, pas merrena me manualin. Okej, tash do nezim tabletin plak. Për 50.000 lekë që ishte ky tableti, seriozisht ja vlen se mund ta përdorni për shumë gjona, për me pa filma, për me pa YouTube, për me pa kanalin tim edhe bëj like nëse se ke bo. Mund ta përdorni për me mbajt shënime, për me pa recetat tuaja, thjesht lezetshëm apo jo. Vajtëm përsëri te liçeni, por këtë herë do stërvitemi plak. Kena marrë këto ringsat, nuk e di sa për jush i njohin, por un jam stërvitur shpesh para 2 vitesh në fakt. Nëse na u deshën disa minuta derisa ti rregullonim këto, ndërsa Danieli se di ç'a ashtu bo plak. Spot, si për herë. Po ja u tregoj para kohe, njëri ose unë ose Danieli kemi lënë nam këtu. Njëri është rrezu ka thy qafën, kështu që bëheni meme në TikTok plak. Kputenin meme. Ky pra të ndëruar miq është momenti kulminant. A do e bëj Artioli një masallap edhe pse ka 2 vite pas stërvitje. Bravo Toli. Bravo Toli e boni. Nëse kur zbrita siç e shihni edhe vet, po jepi ja shpirt. Mlasu fllaqja plak. Hajde për video. Hajde provoje Rodan. Hajde provoje. Hajde provoje. Hajde. Sham. Bëj stërvitje o burr. Bëj hekur tek. Shiveni. Ulu, që po bën? O, na gjyti me gur. Tani do angrihesh dot? Si që është? A, burr, hajde provoja, burr. Ore pun për provoja, s'po çoj. Ha provoja. Shi ç'a do bosh o dana? Angjo, do ma shtu fort, me false grip. Shife gripin? Po? Shife çik. Po shoh. Do shtrihesh deri poshtë edhe do çohesh si për drurit. Hajde provoja. I bidane. Qik më vonë, në mes liçenit ulëm me lujt Murlan, nuk e di pse plak. Në fund bolonezët janë bogati, shifeni qa krye vepër plak. Ka marrë pjatën më të madhe dhe me zor përpres që të marroj videoja që i dini vetë ju. Çuna goza, shpresoj të ketë pëlqyer ky video. Nëse ka pëlqyer ky video, bëni sa më shumë like, sa më shumë subscribe dhe përdorni kodin të searchi në Temu plak. Në këtë mënyrë mund merrni edhe produktet e mia me ulje dhe gjithashtu keni 100 euro kupone, domethënë ulje 100 pound diçka e tillë. Shihemi në videon tjetër.